Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dua të flem bashk dhe të bëjmë ja çfarë i kërkoi gjesti e Eglit natën. Në orët e vona të natës, teksa banorët ishin duke fjetur, Egli dhe Danja u përfshin në një bisedë të sinqertë në dhomën e gjumit. Egli ndjeu nevojën të rrëfente Danjës për një diskutim të rëndësishëm që kishte pasur me Gjestin, një bisedë që e kishte lënë të menduar. Me një ton të qetë, por me emocione të dukshme, Egli nisi të tregonte. Më tha se e di që nuk po veproj sipas ndjenjave të mia, por sipas asaj që logjikisht duket e drejtë. Pastaj më tha, dua të rri me ty të përqafoj, më ka marrë malli, kam energjinë me ty që nuk rri dot larg, je i vetmi person këtu me të cilin kam ndarë gjithë lojën dhe planet e mia. Danja e dëgjoi me vëmendje shoqen e saj, duke kuptuar se fjalët e Gjestit kishin lënë një ndikim të fortë tek ajo.